Gjemi dhe Ervin mirë se u gjeta. Mirëserët në Oda Podcast. Mirë se u gjeta te Oda Podcast, në paradhomën e Oda Podcast, sepse studioja është atje matan. Unë pata rastin dhe fatin të isha i ftuar në përurimin që i bët podcastit tuaj para disa ditësh, ku morën pjesë edhe shumë bashkëdhetar, sponsor, dashamirës, mbështetës, po dhe bashkëpunëtor të arshëm të podcastit tuaj, për gëzime dhe suksese nga zemra. Faleminderit. Tani në Kanada jetojnë disa dhjetra mira shqiptar. Një pjesë prej tyre janë vendosur në fund të viteve 90, numër të madh, por edhe një numër i madh shqiptarësh ka ardhur gjatë fundit të viteve 2010, duke filluar që nga 2018, kështu që për ata që nuk kanë patur rast ta njohin Gjemi Agajn edhe Ervinin, ka mundësi të bëni një prezantim të shkurtër? Fillojmë me ty, Gjemi. Ilir faleminderit, Gjemi. Gjemi Agaj aktor me profesion, me priardhje jam nga Prishtina, për ata që së njohin. Kam përfunduar Akademinë e Arteve në Universitetin e Prishtinës, tek profesori im i dashur, tashmë i ndjer, na vdiq këtë ditë, Enver Petrovci. Nga ty unë erdha në Kanada me ndjek ëndrrën e profesionit. Ajo ëndra ende vazhdon. Por s'kam që të them shumë për vete, vjellë keq se ti një si person. Unë jo shumë mirë, sa role ke realizuar në Kanada? Shumë. Nuk guxoj se pash një intervistë një aktori, tha nodhet e nuk di, tha nuk e di njerë. Unë kam po mbi 50 role, kuptohet, rolet dogne, epizodike, rolet mesme, quan ato janë me kategori. Kam bërë në Kosovë shumë projekte, por ai roli i madh i jetës ende s'ka ardhur. Do shta me këtë podcast do dollë diçka më tepër, ose do të ndroj profesionin, nuk e di. Do flasim dhe për këtë. Ervin, çfarë mund thuash për veten tënde? Më falni që ju vura në një pozitë vështirë që të flisni për veten tuaj, po meqense kjo është një intervistë prezantuese, nuk është e gjinisë portreti televiziv, është e thjesht bashkëbisedim. Është mirë që shqiptarët të dëgjojnë nga goja juaj, domethënë se si e keni filluar karrierën si artist. Po, unë si Gjemi jam diplomuar në Akademinë e Arteve po në Tiranë, për regjizur. Unë kam edhe një lidhje çik interesante, se unë që nga klasa e parë deri në fund liceut artistik po në Tiranë jam marrë me piano. Edhe si thuash kam backgroundin edhe artistik, po edhe të regjisë televizive dhe të teatrit. Më ndihmoi për të punuar mbas shkollës disa vjet në Teatrin e Operës dhe Baletit, si asistent regjizor me disa regjizor të huaj, vum në skenë disa opera interesante dhe me sukses. Mbas asaj, pastaj që nga viti 99 deri në 2004 që u shpërngura në Kanada, kam qenë regjizor në televizionin Arbëria. Erdhëm pasaj emigruam familjarisht në Kanada, edhe këtu jam marrë me aktivitete, për komunitetin kryesisht, me organizime eventesh, derisa na doli rasti me bashkëpunu me Gjemi. Unë me Gjemi njihemi prej kohësh, që mund të them që nga viti 2012, kur morëm pjesë në 100 vjetorin e pavarësisë, në ato aktivitet që organizuan atëherë, dhe më vonë kemi bashkëpunuar gjithmonë, derisa erdhi fati që po bashkëpunojmë në këtë projekt fundit. Kujt ka qenë propozimi për një podcast dhe propozimi tjetër për të punuar bashkë? Gjemi erdhi ke unë me këtë propozim. Më mirë ta tregoj Gjemi se si u kriju biseda me një nga... është një histori vete, Ilir. Unë këtu e 50 kam pas si ëndër, kam përcjell më herët kur filloi kjo, si më thonë, formati i podcastit, dhe kam përcjell online, po kam pas mendje gjithë si ta bëj. Kam tentuar pak vetë, po nuk u bë. Pastaj Tom Loci, një shok i imi, biznesmen shumë i suksesshëm, vlonjat, po ajo është mix se familja e tij është nga gjithë Shqipëria, domthon nga gjyshi i babit, i mamit, domthon ajo është më së miri para që tamam që është shqiptari i përzier nga gjitha trojet. Tom Loci më thirrë, thotë hajde, thotë se takohemi, bëjmë diçka, kishte një ide të punojmë.
Unë i propozova, thash, shif, unë jam duke punur, po shkoj një qik nga dalë, edhe i propozum podcastin, a i pranoj dhe pastaj unë e folja dhe me Ervini, thash Ervin kështu, ti futemi, kësaj po merr kohë. Unë edhe i kam thënë edhe Thomas, po dhe Ervinit, duhet i bëj gjërat marë, duhet ta bëj mirë profesionale, sepse jam mësu me qena përgjinime profesionale dhe tash podcast bëjnë gjitha me një vëmë të vogël. Si më thonë, është letuar edhe pse jo, si cili duhet ta provojë të mundohet, sepse teknologjia është më e lirë. Por ne donim t'i japim një ndjesi edhe t'jetë studje, po t'jetë një dhomë mikpritje, t'jetë erë shqiptare, më vlla, se ne jem këtu që sa vjetë edhe, si mona e mungesa, dhe mu s'paku, e di që edhe Ervini është ashtu, na lidh pak gjithë kjo ambient, pak u mundum t'a bëjmë pak artistik, më shumë kombëtar, si një odë pritje, kuptohet me ca mobiljet vjetra, këto të kuptimit vintage, si thojnë këta, po Është shumë përfaqësuese, jo vetëm nga pikpamja etnike me këto orendit karakteristike tonat, por edhe po të shikosh figurat e artit ton kombëtar janë përfaqësuese, domethënë janë si të Shqipërisë, të Kosovës, e keni realizu bashkimin kombëtar. Këtu po, Në letër. Tani, përpara se të flasim për disa hollësira, si thosh, teknike ose që kanë bënë me krijimtarin, unë do desha të di çfarë vizioni keni ju për këtë podcast. Kush do ftohet dhe çfarë qëndrimi do mbani ndaj të ftuarit? Vizioni jon, ideja kryesore është të shprehim historitë e suksesit të shqiptarëve, jo vetëm Shqipërisë, diskutohet Kosovës, gjithë trojës shqiptare, në Kanada pikë së pari, me që ne jetojmë në Kanada, po pse jo edhe, mund të themi edhe North America, edhe në Amerika goxha shqiptarë suksesshëm, edhe nga Shqipëria pse jo, megjithëse ata nuk banojnë këtu, mund të kenë një lidhje me Kanadan, mund të kenë qenë janë kthyer në Shqipëri, janë kthyer në vende të tjera të Europës apo kudo që të jenë. Domethënë ideja ishte jemi një komunitet goxha si shteti 10 mira jemi bërë tashmë. Të ardhur në fazat ndryshme të emigrimit mas viteve 90. Kemi pasën e problemet tona patjetër si komunitet, po tani unë ndjej edhe kemi bisedu me Xhemin shpesh që ne, domethënë kemi çdo vit edhe si thuash integrohemi më mirë në jetën kanadeze, me të mirat me të këqijat e veta, dhe tham që gjithë këta njerëz që kanë ecur jo vetëm me biznese dhe kanë bërë para, po edhe janë rritur në nivelin profesional, qoftë artist, qoftë doktor, çdo nga gjithë fushat e jetës, pse mos të kemi ne një platformë që ne ti nxjerrim, ti bëjmë në pa këta njerëz. Dhe podcasti ta jepësh, siç e tha Xhemi, është format që këto vitet e fundit është goxha i suksesshëm. Dhe pse mos i japim? Çfarë të re do ketë ky formati juaj, domethënë në gjatësi apo në mënyrën se si do ta trajtoni të ftuarin? Unë mendoj tek qasja, mënyra se si do ta trajtojmë të ftuarin nga momenti që futet menda. Qëllimi jonë që ta japim një ndjesi, një mikpritje shumë të thellë shqiptare, që unë jam prej atyre që besoj që shqiptarët e kanë mikpritje shumë shenjtë. Edhe pse ne kem përjetuar si popull sa trauma kohë të fundit, sidomos me këtë tranzicionin e fundit tash e jeta moderne, po në shpirt shqiptari është shumë mikpritës. Shumë zemërgjër, edhe ku i shohim këtu video tuaj çka flasin për ne, ndonjëherë na aty nuk e marrim shumë, po ata habisen sepse me gjithë problemet që i kem, nuk do të futem te anë negative, se kem plot. Tash duhet me të qenë sinqert, po shqiptari është mikpritës. Mikpritja numër 1, hyrja këtu, ndjesia e një krenarie, si më thonë, një nostalgjie kombëtare. Dhe përkatësie. Po, dhe përkatësie. E dyta, mënyra kur të futet në studio, pastaj qasja ime është shumë për tokë, shumë normale, me shumë respekt, dashuri dhe me kurreshtje të madhe, edhe ta bëjmë një bisedim sa ma sinqert. Tash,
Si që din, ti emotikon media, ne jemi shumë të kënaqur që na erdhe ti sot këtu dhe jemi shumë krenar me punën që ke bërë këtu e 20-30 epizoda pa fund. Ali, ja pikërisht të bëjmë një dallim midis pasqyrës shqiptare dhe Odës. Ku do dalloni ju nga pasqyra shqiptare? Dallimi është që pika e parë, unë nuk jam gazetar. Ilir Lena, ti je gazetar. Ti je në lëvizje dhe ti je televizion, emision televiziv. Ne nuk jem televiziv. Podcasti është një format që ka marrë forme nga radio, por nga që teknologjia është liruar dhe ka mundësi të vendosen kamerat edhe interneti, si mon mediat sociale gjithë, bërë që është një bashkëdyzim. Por në esencë është një radio online, edhe nuk është televizion, sepse nuk shfaqet në televizion. Kurse ti je televizion, ke program televiziv edhe je gazetar, je në lëvizje gjithanej, je reportazhe, tash mund pyeti dikush unë nuk e bëj dot, s'muj me bëj reportazhe, se ti e di unë jam aktor, si jam gazetar. Por bisedat tona do t'jenë, si më thonë, në esencë, unë dua ta njoh tjetrit, të futem thellësi që tjetrit ta tregoj një gjë të bukur, por jo vetëm për jetën e tij, por për profesionin. Nuk do t'jenë intervistat standarde si bërë për televizione caktuar, sepse mundesh me marrë një orë 20 minuta, një orë gjysmë, sa që ti mendon që vazhdon biseda është e ëmbël, edhe mbas asaj bisede nga kurreshtja ime që ta njohin personin se çka ka bërë. Dhe roli yt Ervin në këtë podcast është ai i regjisorit pultit? Regjisorit pultit. Ne bashkëpunojmë, do thënë, kur ne, si më thon, piketojmë të ftuarit dhe mundohemi që me të ftuarit bëjmë një bisedë paraprake ose edhe më shumë se një bisedë për të nxjerrë gjërat më interesante. Siç tha Xhemi, ne duam të njohim personin. Dakor, ai i ftuari që ka ardhur mund të jetë një biznesmen shumë i fuqishëm, mund të ketë bërë lek në Kanada, domethënë bravo i qoftë, ka arritur aty ku është. Po kush është ky personi? Domethënë përveç suksesit e tij. Çfarë qëndron pas suksesit të tij? Se është bërë ky njeri i suksesshëm? Si është rrit ky? Nga kush familje ka ardhur? Çka kanë qenë gjërat e këtij që i kanë pëlqyer kur ka qenë djalë ose vajzë e re? Kush është ky personi që u bë ky që ne shohim sot? Si është formuar ky? Siç thash, familja, shkollimi, gjëra interesante që njerëzit nuk i dinë. Për shembull, një gjë shumë e bukur është që dikush të vi dhe ti duke dëgjuar thua, "Oh, nuk e dija për këtë që pas ka bërë këtë ose pas ka qenë këtu ose ka studiuar këtu ose edhe çat të pëlqen të hash, çat pëlqen çfarë muzikë të dëgjosh, kupton?" Pra, me sa kuptoj dhe me sa është edhe vetë natyrshme në natyrën e podcastit, është një format i gjatë. Ne mundohemi ta mbajmë një emision rreth një orëshit. Një orë. Po siç tha Xhemi, qofse muzika, biseda rrjedh dhe nuk ti e shef orën thu pse u pas ka kalu një orë already, kupton? Unë i flas Xhemit në vesh nga njëri, themi që u bën 40 minuta, u bën 50 minuta, thjesht për të kishte të ketë një ide se ku jemi, po asnjëherë nuk kemi thënë që po u bën një orë e mbyllë, kupton? Dorë kemi. S'kem televizion që na kontrollon, thotë i duhet emisioni minutazhin ti e din televizionin si është, duhet ndahet edhe reklamat, kështu që nuk mundesh me eksploru shumë afet si në gjatë bisedës si e bën në podcast. Pastaj televizionet kanë një redaktor, kanë një politikë redaktuese këto. Ne nuk e kem. Ne jem 2 artistë shqiptar, cilë dojnë një dhënë një hapësinë vëllezërve motra tonë shqiptar, cilë kanë pas një sukses, një rrugtim, se çdo njeri i lirë ka rrugën e vet, ka një tregim. Ideja është se si do t'i afrosh tjetrit ta bësh me fol. Unë mendoj këtu e kam, muj më thonë vetit që e kam atë djesinë e mirë, njohën të karaktereve dhe ti di që janë një djalë për tokë, me një modesti, me një qiltërsi, edhe e di që kur jeti i qiltër i hapur, edhe tjetri hapët e këty. Interesi im, korreshtja ime e madhe është të vita e vërteta, që tjetri të hap barkun, ta thot ato që e kam duar. Kuptohet për jetë, për emocione, për familje, për dhimbje, për nostalgji. Këtu është sepse gjithmonë e vërteta korrespondon shumë më bukur me publikun, është më e kapshme. Atë na të thash ty në telefon kur biseduam se një ndër podcastet më të shikuara ishte Joe Rogan me presidentin Trump. Edhe i bërë një pyetje shumë, tha si e ti, tha, kur ke flet natën e parë në dhomën Lincoln, që ajo dhoma ku flen presidenti. Në Lincoln Bedroom. Tash
Shumica e gazetare nuk do ta bërin një pyetje tillë, sepse ata kanë qëllimin me atë pyetjet politike, këto. Ndërsa Gjoroku nuk e ka presion. Po ajo e bën më interesant për publikun. Publiku homo thotë si u ndiky, se është më njerëzore, se kozhatja, mënyra e bisedës është e tillë se nuk ke kohë, edhe jemi rishlir me bisedu, domthon pa redaktuar. Këtu dallimi unë mendoj nga podcast që është me një show televiziv ose këtë rast për shembull pasqyrë shqiptare që përndryshe bën një punë fantastike me tonë. Unë të falenderoj, jep burim inspirimi Lilena, edhe du me ta thënë publikisht. Të falenderoj shumë për krajën e për gjithë. Faleminderit. Sa e përmban tundimin ti, Gjemi, për të mos qenë ti protagonisti i Odës? Këtu flet regjisori. Gjemi është vërtet shumë Është i disiplinuar? Shumë i disiplinuar, shumë konshient. Gjemi llafin e parë që ka thënë kur kemi fillo, unë nuk jam protagonisti, i ftuari është protagonisti. Unë e ngacmoj, Gjemi është shumë profesionist në këtë mes. Gjemi thot, unë jam këtu thjesht për ta ngacmu, për t'i hedh një karrem, si thush, në kuptimin e mirë të fjalës të ftuarit, që ta bëj që të shpreh, të ndihet sa më lirshëm. Edhe gjithë kjo, domethënë, edhe arredimit e çdo gjë që ne jemi munduar të bëj, është që ta bëjmë të ndihet si në shtëpi. Ose si në një po themi po pim një kafe në një lokal në Tiranë, kupton? Fillon muhabeti edhe unë e kam vënë re, kam pas të ftuar me këto 2-3 të para që kemi bërë, që janë ndjerë në çik në siklet, se kuptohet, edhe kamera jo çdo njeri është domethënë ndihet rahat me kamerën. Pas 5 minutave të para ata kanë harruar se ku janë. Domethënë as ka kamera, ka drita, as gjë, vetëm mënyra se si Gjemi ja bën më të lehtë bisedën është fantastike. Ile, du me shtu këtë diçka, pa tjetër. Unë kam marrë në Kanada vitin 1999, edhe më kujtohet që çdo natë shikoja Larry King. Në atë kohë e ishte në CNN, bënd intervista. Pa ta punu shumë, i pa ta mbledh lekt me blerë një televizion që ishte me ato subtitles, me ato titrat aty, se edhe mësoj anglishten. Unë kam mësu shumë nga i, po unë kam mësu nga profesori, sensi masës, intuita rrethanës ku je. Tjetra kurreshtja e madhe për me ditë me ardhë sa më shpejt tek poenta me bo pyetjen. Edhe një gjë e ditë nuk është për mu, vetëm it's not about me, si thënë në anglisht podcasti, është ta njohim musafirin, të ftuarin, sepse ai janë 5 minutat e ti. Do më ai trajnimi im si aktor që çdo kush e ka minutazhin e tij, do t'jipet hapësirë. Këtu unë i kam thonë Ervin, moment që filloj dhe bëj si shumë se s'du më fut në emrat përveçën, ne i dim si bëhen në emisionin në Shqipëri. Nuk është për të ftuarin, gjithmonë është protagonist në roli kryesor është host, domthonë drejtuesi i emisionit. Është qasje e gabuar total. Gjithmonë theksi edhe koha edhe mendja dhe shpreha duhet jetë tek i ftuari. Musafiri është kryesori, jo drejtuesi i emisionit, sepse nuk ka nevojë të më din çfarë flason. S'është në si çfarë them unë. Unë mundem për hir bisedës, me drejtu bisedën me i drejtim, mund me dhënë një mendim vogël ose me ngacmu të ftuarin. Po gjithmonë theksi tek i ftuari. E aty duhet pak një zanat, si më thonë, edhe ai background-i im. Po aty duhet më duru, se profesori im i ndjerën Verpertosi thoshte, gjëja kryesore është sensi masës, skandali, balanca, me ditë ku je edhe me ndal veten. Se ti ndihesh mirë aty, sidomos kur je në skenë dhe vazhdon e kënaqesh, aplauz, po duhet me ditë kur më ndal. Ka nuk është koha ime tash, është tek ti tjetrit. E aty vjen ajo mjeshtria, si më thon, unë spaku edhe pjekurime, tash te kam bërë disa vjet dhe kam shumë vjet si aktor që mundon ta ndal veten, por atë mikrofonin që kem pagu ekstra e vini, ma du vesh e më fol mos u fut laknave. Ne në Kosovë thon po futet laknave, i prek ato, boj zhurëm ato. Ideja është mes me boj zhurëm, mu kthy mbrapa se mund edhe unë ndonjëherë me humb si më thon drejtimin ku jam, edhe ato e kem ble ekstra e vini me ma kujtu të thonë Ervin, po futa laknave shtu, ktheu mbrapa. Deri me tash s'jam futur, por unë jam i vetëdijshëm që numër 1, 2 dhe 3 është theksi tek i ftuari.
Ervin, para disa ditësh ju mbajtët edhe një ceremoni që quhet Grand Opening Gala me rastin e Qelis së studios. Ishte emri i madh gala. Edhe figura kryesore normal që i takonte të ishte Xhemi, edhe si showman, edhe si njëri i skenës. Fytyra e podcastit. Fytyra e podcastit. Por komentet për ceremoninë unë do desha t'i kisha për teje. Si regjizor në sfond që je, si njëri domethënë i qetë dhe vëzhgues i mirë. Si do duk? Jemi shumë të kënaqur edhe me pjesëmarrjen e njerëzve, sepse e dim tani sa zën janë njerëzit edhe me jetën me jetën e Kanadas. Ideja e galas kur e filluam si ide me Xhemin ishte që ne t'i thonim sidomos sponsorëve dhe njerëzve që na kanë mbështet financiarisht, por edhe me punë, që ja çfarë është bërë me lekët tuaja. Do thënë, i morëm ato lekë, shumë faleminderit që na i dha ato lekë, edhe i kemi vënë, si më thënë, në good use, që i thonë këtu. I kemi përdorur me atë mundësi që kishim, kemi munduar që edhe aparaturat të jenë të mira, edhe ambienti të jetë sa më për të ftuarit, sa më inviting, që i themi, dhe atë deshim t'i tregonim. Pastaj tham, po mirë, po marrim sponsorët, po pse edhe dashamirësit e tjerë, edhe një njerëz që na kanë thënë një fjalë të mirë që o sa mirë po e bëni që po e filloni këtë, dhe u bën goxha njerëz, besoj që kanë qenë rreth 150-160 veta që ishin, dhe të gjithë shumë, do të thënë, me edhe fjalët që na i thonin në sy, kur erdhen këtu që na thonë sa punë të mirë pas keni bërë, po edhe më mbrapa komente edhe në rrjetet sociale, edhe duke dëgjuar muhabete me shokë me miq, shumë të kënaqur dhe besoj që ja arritëm qëllimit për atë gala. Edhe e lançuam për njerëzit që nuk e dinin, po edhe i tham faleminderit njerëzve që na ndihmuan deri sot. Po i vjen dal nga dal fundi bisedës son. Un kam një pyetje, ndoshta e para fundit për Xhemin. Të pash të veshur me rrobat e jugut të Shqipërisë, me kostumin kombëtar që përfaqëson veshjen e jugut, veshjen toske, ose veshjen labe, ose veshjen çame, këtë do ma thuash ti. Të shkonte apo nuk të shkonte është tjetër gjë. Po mesazhi, Këtë do ta them unë, thuaj. mesazhi cili ishte? Se një qëllim e patë apo jo? Qëllimi im kryesor ka qenë, përndryshe ato veshje janë veshje të sëliotëve të Çamerisë, kur i ka në Tiranë tek Tradita.al, lira që Ervini më njoftoi, unë isha interesuar të kem 2 kostume për momentin, kostumin e veriut dhe kostumin e jugut. E i thome duat jugut, thët, po sa në jug do në shku? Po thash, sa ma poshtë, aq më mirë besoj, po ku? Tha, e donë, tha, sëliotëve të Çamerisë, ajo është tamam, tha, veshja e jugut, tha, ka dhe labe, ka gjitha zonat, se ti e din, shumë zona kanë, si mon ato nuancat e veta. Unë vendosa ta marrë Çamerisë. Ideja atë natë, bile bisedu më Ervinin, thash, shpresoj që do të kuptohet drejt. Desha që një shqiptar nga Kosova t'i nderoj çamet. Edhe simon 2 pjesë të humbra të trungut të shtetit tam janë jashtë. Unë sot ditë e vuj faktin që unë s'kam një shtetësi shqiptare. Do më bëra një shtetësi kanadeze, një kohë s'kisha një shtetësi fare. Këto për ata që janë jashtë trungut e kuptojnë. Do shta ju qini mrenda dhe thu, po më se bot madhe se aty jem shqiptar, po nuk jem aty. Ne, fatkeqësisht, ata dojnë të krijojnë një identitet të ri që e mos të futem këtë temë. Po jo, mirë të futesh, po jo sot. Jo sot, tash. Unë jam shqiptar, edhe nuk du asnjë vëllezër, motra nga Shqipëria të thotë kosovar. Pik. Unë e një vetëm tonë feduar, kom thënë kosovar. Ja bash. Do ketë kuptim të quajnë kosovar nëse krijohet një shtet i madh. Edhe pastaj do marrin nocionin e krahinës. Krahina, po krahina Kosova ka krahinat veta. Ka Podrimin, Shalën, Drenicën, Dugaxhinin, Anamoravën, domon njëjtë që është Mati në zona Matit në Shqipëri, zona ndryshme do të thotë krahinat janë pjesë e një territori shqiptar. Kosova nuk është krahinë. Ne mund ta thojmë një krahinë e Shqipërisë, po është një territor që është një pjesë shumë i përbërë nga shumë krahina. Unë e kuptoj anën historike, po sido që jetë mesazhi ishte aty.
Një shqiptar nga Kosova e nderon një shqiptar nga Çemeria. Po më shumë se aq që trungu është duke pa që pjesët e jashtme po lëvizin, po punojnë. Ja? Domthonjë janë ende gjallë, edhe ishte simbolik, po edhe mund të tham po të rrim bukur, i dhe të është lutem, mos ma po du të kthejmë të ajo pyetja që shumë la me fol, i dhe du të patjetër. Patjetër. Ideja, si që tha dhe Ervini, e Galas, apo e Grand Opening. Mos përsërit gjëra që ka thënë. Jo, unë do thëmë diçka tjetër. Për ne o më rëndësi që dhe kërë e bisedu me iftuam gjitha shoqata tradicionale, korin diplomatik, sponsorët, këto OJQ, organizatat jo qeveritare. Ftuam shok, miqë, dashamir, por në theks kanë qenë sponsorit. Nuk ishte ba pa këta njerës këto logo, këto janë ata shqiptarë cilët në ndihmuan na dhanë. Unë duhet ta përmend dy njerëz që ata ishin shtylla, po si ishin ata dy nuk bëhej, është Shtom Loci dhe Ismet Mirena. Edhe aty ishin shtylla kryesore që mu ma dhanë vetë besimin që ne do ta bëjmë, po janë edhe plot tjerë që një ditë do ta bëjnë një video, do t'i përmend, do t'i falenderoj edhe shumica nga ty, mos ma përmend emrin, mos u bë marak, Xhemi vazhdo bën. Kam thonë jo, mesazhi është që shqiptarët po ndihmojnë shqiptarët, po në këtë rast e kanë ndihmuar një ide, ja kjo është ajo. Sepse ne bënëm këtë broshurë i lirë, ju futëm në analizë, edhe unë e falenderoj nipin tim Donatin që ai Simon e punoi, por në kuptohet Ervini ishte aty dha dorën e vet, edhe unë pak e vash dorën time. Kjo është një gest transparence. Kjo ka qenë një gest transparence që kur i kam ikur çdo sponsor i kam treguar që pse ne dojmë bë, si dojmë bë dhe sa do kushtoj edhe me analizë gjitha me pajisje me gjitha. Është një punë gati se 2 vjeçare, sidomos vitin e fundit ka qenë pa u ndalë. Edhe unë do një habitëm që jam ullëtu, ja dolëm. Tash është faza tjetër që duhet t'i bëjmë ato intervista si duhet, po edhe gjëra tjera që ne do bashkëpunojmë i lirë, të edhin. Edhe pyetja ime e fundit është kur do të filloni t'i shfaqni podcastet dhe ku, në cilin kanal? Ato ishtë dashtë, postohën para një muaj shkjerë. Sa më shpejt, ne kemi quar episodin e parë në post-produksion, me idenë që thjesht për të bërë ca pastrimet vogla dhe me nxjerrë ca video për rrjetet sociale që të tërhiqen shikuesit. Shpresojmë, tash me fol me ditë, nuk e di se si do jepet kjo intervista jote, po shumë shpejt, domethënë shpresonin brenda shtatorit dhe mendoj që do dalin brenda shtatorit dhe pastaj do jepet, ne kemi kanalin tonë në YouTube, që është Albanian Oda Podcast, dhe kemi hapur edhe kanalin dhe faqen tona, profilet tona në gjitha media sociale më kryesore dhe episodi i plot do vendoset në YouTube, pa tjetër, por pastaj snippets të vogla që i thon këta, domethënë disa sekondë që ose teasers do vendosen me nga video ngacmuese. Po. Ju përgëzoj për këtë punë të kushtueshme, por cilësore edhe premtuese. Ili falenderit edhe unë them që të na përcjellin, të na bëjnë follow, si është ajo like and follow. Subscribe, apo si thonë shqip subscribe? Me abonu, me prej abone. Me abonu, shumë e rëndë kjo. I lus gjithë bashkëdhetarët që të na ndihmojnë, na përcjellin, na bëjnë like, na bëjnë share, edhe unë ty të falenderoj për përkrahjen tënde i Lilena nga pasqyra shqiptare. Ke qenë gjithmonë i mirë. Respekt. Suksese. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit.